Vajza 4. 4 vajza. Po. E pas ke boton. Faleminderit. A bel me rock që s'ki djallë? Ja. Ja, vajzat mas shumë të janë për të prind, ma të mira, ma të sjellshme, ma të dashme, ma të respektueshme. Kështë dash që edhe vajza fëmija nda pasurin, mas që nuk kemi. Po. Katrave njëjtë. A duhet çdo kush ka vajza ta bëj këto? Po. Po. Kalumen janë neglizhu pak vajzat. Po çka me bëj? Atëherë ka qenë ma ndryshe, tash është ma ndryshe. Kërku që ta marrë qatë. Jo, nuk kam kërku. Kam mjaft e pasunit e, më s'kam nevojë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. E shëndet që shuken. Mirë, faleminderit. Për kajtë puna vjen? Për Prizrenit. Po. Punoni? Po. Çka me bë? Kam një dyqan të çantave. A dyqan të. Po. Që po ecë? Mirë. Së s'keq. Po, mirë. Sa vite e ki këtë dyqan? Po që një vit. A që një vit. Po. Të kalimon, qa ki punu? Roba qepse. Roba qepse. Po. Një profesion që shumica e grave preferojnë. Po. E kilon pa kanash rëstërba Po, jo, edhe me ato, edhe me ato. Po, po. A më ndërkohë sa fëmijë keni? 4. Po, vajza 4. 4 vajza. Po. E pas ke boton. Faleminderit. A bel me rock që s'ki djallë? Jo. Jo. Të shumica e nonave, prindeve, i kërkojnë djallë. Jo, ka qenë kalumen kjo tash. Ka qenë kalumen, kjo më pëlqej. Ka qenë kalumen. Ashtë dhe më thonë, me rëndësi që Në rëndësi janë shëndetshëm. kush bëjnë ma shumë, o vajzat apo djemët? Vajzat. Vajzat mas shumë të janë për të prind, ma të mira, ma të sjellshme, ma të dashme, ma të respektueshme. Pasuri keni shumë? Kemi një shtëpi normale një jetës. Jo. Të do mundësia, a kështë dash që edhe vajza fëmija nda pasurin, mas që nuk kemi? Po. Katrave njëjtë. Po. A duhet çdo kush ka vajza ta bëj këto? Po. Kalumen janë neglizhu pak vajzat. Po çka me bëj? Atëherë ka qenë ma ndryshe, tash është ma ndryshe. Ta që i kalon pa kanash kalumen. Po. Sa ka qenë kjo dëshpruse për ato vajza që ndoshta kanë dhënë shumë kontribute dhe në fund nuk i kanë dhënë diçka. Po ndoshta edhe janë pajtu me që ato atë, masi përgjithësi kjo ka qenë, ndoshta janë pajtu edhe vajzat mandej me që ato. Si? Kërku që ta marrësh atë qatë. Jo, nuk kam kërku. Kam mjaft e pasunit e, më s'kam nevojë. Është ndoshta kjo që vajzat nuk kërkojnë, pse i takon, nuk kërkojnë vajzat, përgjithësi dhe tash. Po, mendoj që edhe nuk e kërkojnë. S'po di. Kalumen, a e në respektu ma shumë gratë se tash? Jo. Tash pak ma shumë respektojnë, edhe pse po ndodhin ngjarje të ndryshme, po. Cilat ngjarje? Për vrasje, për rrahje, për që këtu. Sipas te pse po vijnë këto ngjarje? Mentaliteti jonë, çka po ti burrat. Mentaliteti. Po. A mos ndoshta është puna të tradhtia që ndoshta edhe burrat nuk konsiderojnë shumë ashtu gratë si duhet apo të dy palë. Të dy palët mendoj që trajtojnë të dy palët, po varet prej personit. Sot një grua është avancuar me të kaluar. Është avancuar, po në vendet rurale pak ma qenë periferi, ndoshta jo veç përgjithësinë për qytete më të mëdha. Edhe vajzat edhe në përfshatna janë shkollume. A keni drejta barabasa që shikoni një Po, unë e kam, unë respektoj, kam respekt prej burrit, kam gjitha lirit, çka du baj, punoj, i kam të ardhunat e mia, edhe vajzat gjithashtu punojnë, shoku punon, nuk kam shkelje drejtave të mia asgjë. Sot hala po shkelen gratë? Po, në disa vende po. Po. Ka. Ky fenomen të Kisha dashur me u hik, po, ndoshta kalu vitet. Çka ju bën lumtur në jetë si person? Fëmijët që i kam të shëndetshëm mjafton. Kjo është. Po. Ato këshilla në jetë ja ke dhënë fëmijëve vajzave tua që për jetë duhet. Veç luftoni për veti, për drejtat e juaja, kur gjë tjetër. Ne të punojnë vetë, mos të mbohen barne prej bashkëshortit. A duhet sot që mos të barret shumë një grua prej bashkëshortit? Po. Duhet me punu, duhet me pas edhe ti parën tona, pse ju? Po ka për disa që nësa nuk i lanë gratë punojnë. Duhet me luftu edhe ato për me punu, pse ju? Kur je shëndetshme me punu, pse mos me punu? Që është një mesazh lidhen me gjithë këto, gjithë grave më ja dhënë. Për ato që, do thënë, ti tha me luftu, me kërku drejta. Gjitha gratë me punu, mas pari, me u shkollu, me punu, edhe mos me lanë me u shkel prej burrave.
Bez, Faleminderit.